Dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. E ftuara ime sot është një njeri i njohur i skenës dhe i filmit, një aktore mirë njohur por dhe regjizore. Veprimtaria e saj është më së shumti skena e teatrit Migjeni, nderi i kombit. Por sot unë e kam ftuar në një pozicion të veçantë, në pozicionin e rrëfimit për njeriun e saj më të dashur, njeriun e saj të zemrës. Me mua sot në studio është aktoria Merita Smaja. Mirëmëngjes, Merit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndes të gjithë dëgjuesit e Radio Shkodrës, e natyrshëm edhe ju. Faleminderit. Në këtë mëngjes me shi, po që ju i jepni diell. Një nisje shumë e bukur, sepse unë besoj dhe mbështetem tek mirësia juaj, por edhe tek ajo që ju keni sjell si familje në skenën, tek spektatori, tek çdo kush që ka ndjekur dhe ndjek artin tuaj. Është vërtet diçka e bukur, ju si familje, por dhe familja e madhe e aktorëve dhe artëdashësve. Ka përjetuar atë momente kur njerëzit më të ndritur të teatrit dhe të skenës në teatrin Migjeni janë vlerësuar në 70 vjetorin e këtij teatri, Bardh Smaja. Një emër i njohur, i suksesshëm, i aktrimit dhe i regjisë është tashmë mjeshtër i madh. Dua t'ju uroj për këtë titull. Faleminderit, vërtet ishte kënaqësi që në 70 vjetorin e krijimit të teatrit profesionist, Bardhi u nderua. Megjithse unë si Merit jam që njerëzit të respektohen, të nderohen sa janë gjallë. Edhe jo vetëm mbasi ikin nga kjo jetë, atyre t'u jepet ajo që ju takon, sepse nuk them që të marrin pa merit, por gjithmonë një vlerësim i tillë do të ishte një shtysë e mirë edhe për punën që ata bëjnë. Pra, nëse do ta merrni në kohën e dur, sidomos në momentet kur janë në kulmin e krijimtarisë, edhe kulmi i krijimtarisë gjithmonë është mosha 50 e sipër, do të mendoja edhe do të doja që ata që shpërndajnë këta tituj ta mendonin këtë gjë edhe t'i vlerësonin këta njerëz, sepse do të ishte më mirë për punën e tyre, por ama edhe vlerësimet do të ishin të drejta edhe të mirëpritura. Ndërsa tani, vërtet ne gëzohemi, unë gëzohem, fëmijët e mi u gëzuan, sepse baba i tyre u nderua nga presidenti, nga Bashkia e Shkodrës edhe nga drejtoria e teatrit, por gjithmonë do doja që t'ishte ai vetë, që të ngjitej në atë skenë, ta merrte atë çmim, atë titull, edhe të vazhdonte si i tillë. Ndërsa tani më duket pak, është e bukur, por më duket pak e pa kuptim ky titull i vonshëm. Por megjithatë, jeta e tij humbi, domethënë, ai humbi jetën shpejt, edhe iku nga kjo jetë, e kjo tregon sepse tash ai nuk do të ishte 63 vjeç, do të ishte. Nuk do të ishte më tepër se kaq. Kështu që do të ishte në punë edhe ndoshta nuk do ta vlerësonin në kulmin. Kjo në fakt ndaj të njëjtin mendim, sepse gjithmonë kur dikush punon është i suksesshëm, ka pasion, sepse pasioni është ai që e vën në lëvizje, që i bashkohet talentit dhe të gjitha mundësive që ai krijon. Ka dy anë, vlerësimin e publikut në këtë rast dhe vlerësimin tjetër. Por në fakt, siç e thatë ju, duhet edhe ky vlerësimi tjetër, sepse të jep nxitje, të jep një kurajo. Për artistin është shumë e rëndësishme që ta vlerësojë spektatori. Dhe duartrokitjet e spektatorit janë shpirti jon. Pra, nëse ne nuk marrim duartrokitje, atëherë ne jemi çdo vlerësim tjetër nuk ka kuptim. Ndërsa kjo është një copë letër që të bën, domethënë të tregon një vlerësim që ta bën dikush. Vlerësimi më i madh është vlerësimi që ne marrim kur dalim në skenë, që bëjmë më të mirën tonën dhe natyrisht, domethënë kur bën më të mirën, do presësh më të mirën, që janë duartrokitjet, edhe ajo mirënjohje që t'i jep spektatori, që sa herë që kalon në rrugë të përshëndet, edhe pse nuk e njeh, kjo tregon se ti je te ata. Edhe e ke çu artin tënd atje. Kjo është më e bukur. Në këtë rast, ajo punë që
bën shpërndahet në mirënjohje dhe kjo është vlera e veçantë. Në fakt, Merita, ju keni një rrugtim, jeni pothuajse rritur bashk në rinin e hershme, keni një rrugtim në formimin tuaj. Jeta jonë, domethënë, ka fillu me te, unë isha 20 vjeçe, kur ne ishim të njohur, që kemi festu 20 vjetorin tim, dhe gjithë këto vite janë 40 vjet që ne kemi jetu bashk, pra kemi qenë në shkollë bashk, në punë bashk, në shtëpi bashk, ishim edhe jashtë shtëpie, do të thënë kudo që shkonim edhe për qef apo për të kaluar kohën, ne ishim gjithmonë bashk. Kjo ka bërë që ne, do të thënë, të ishim jo vetëm bashkëshort, jo vetëm koleg, të ishim miq, të ishim miq të mirë bile. Të shpërndanim dhe jo të këmbenim mendime të ndryshme dhe për gjëra të ndryshme duke pirë një kafe, dhe kjo ishte shumë e bukur sepse bënim edhe debate, po debate gjithmonë ishin në të mirë sepse unë isha ajo që do ta kundërshtoja se s'bën, se kisha edhe thosë ke shpirtin e kundërshtimit, por natyrshëm për gjëra që që ishin parimore, edhe kishin bënin me artin, me mënyrën e jetës, me mënyrën se si ne e shohim jetën, se si njerëzit duhet të komunikojnë mes tyre. Pra ishin shumë tema, cilat ne i bisedonim së bashku, edhe ndjeshim vërtet mirë. Dhe ne gjithmonë shkonim se këtu pranë ju i keni tullat e kuqe, aty ka qenë vendi jon, as tavolinën nuk na e zinte kush. Se e dini që do të shkonim ne të dy. E Silinta i Kamalieri do ta ruante gjithmonë atë tavolinën se vjen bardhë me Meritën. Kjo tregon atë mbështetjen që ju i keni dhënë njëri tjetrit në rrugën tuaj. Natyrshëm. Në një punë si e jona, pra në qoftë se dy bashkëshort janë artistë, është shumë e vështirë. Është e vështirë për familjen, është e vështirë për fëmijët, është e vështirë edhe për vetë ata dy. Kur them është e vështirë sepse janë të dy në një profesion i cili ka vështirësitë e veta, ka tensionet e veta, edhe ne nuk kishim, sepse kur ke dikë tjetër në shtëpi që të pret, shkon edhe atë tension që ke, ja zbraz, ja thu, domethënë bashkëshortit ose bashkëshortes, në mënyrë që ta ndash me të, edhe të jep një mendim. Kështu bëjnë të gjithë. Po. Ne që nuk jemi në një profesion. Kurse ne të dy ishim të dy që kishim po të njëjtin tension, të njëjtat shfaqje, vetëm se bënim domethënë debate për të mirën e punës natyrisht, edhe nga teatri deri në shtëpi, sa hynim derën e shtëpisë ose tash stop, asnjë muhabet pune. Këtu jemi në shtëpi, edhe do të kemi vetëm qetësinë tonë. Duke u referuar këtyre momenteve, përderisa Bardh Smaja ka qenë i njohur për shumë këngë në Shkodër, aq më tepër ne në radio, që me respekt e kujtojmë si një drejtor që ka patur një marrëdhënie të shkëlqyer me ne punojësit, me gazetarët, me teknikët, dhe duke u referuar këtyre momenteve edhi dritë në atë që Bardh Smaja, përveç se një artist në cilën do udhtoj më pas në punët e tij, ka qenë një njeri që ka patur dhe humor, një marrëdhënie që ka kaluar situatat me Bardhi, domethënë shquhej për humorin, edhe gjithmonë kur më pyesnin që pse e zgjodhe, ai përveç se ishte edhe djali i bukur, djali i hishëm, se nuk thuhet i bukur për një mashkull, por sensi i humorit i tij, domethënë ka qenë vendimtar, edhe në vendimin që unë mora, sepse kur të bjen dashuri nuk kam më vendim dhe nuk pyetet më as mendja as se është zemra që vendos. Por sensi i humorit ishte vërtet i spikatur dhe ajo që e dallonte në punë dhe ç'a bëri me teatrin, ai bashkoi që të gjithë. Kishte këtë forcë që njerëzit t'i trajtonte me shumë butësi. Është e vërtetë. Ai dhuronte edhe nga vetja, dashurinë, mirënjohje, i kishte që gjitha këto dhe donte ti kishte që të gjithë afër, gjithmonë na mbante, gjithmonë bisedonte me të gjithë, mante grupin. Po shumë e rëndësishme në art që përveç se të bësh artin, të krijosh atmosferën. Sepse me një atmosferë të rëndë, me një atmosferë ku ka grindje, ku ka zënka, asnjëherë nuk mundesh që ti ta çosh atë vepër dhe të bësh një punë të mirë. Kjo ishte një nga detyrat që jo se ja kishte vënë vetes,
por e kishte brenda vetes dhe në shoqëri të gjithë miqtë e tij që ishin muzikant, aktor, njerëz të thjesht, që rrinte me këdo, nuk Bardi s'ka pasur probleme të tilla, bile kënaqej se studionte tipa, edhe kishte qef që të rrinte me sa më shumë njerëz të ndryshëm, dhe thjesht që ti studionte dhe pastaj kur kishim që vinte pjesët në skenë, thoshte jo duk të lloj karakteri, po, duk të lloj karakteri. Edhe e bënte edhe me veprime, edhe e mostronte se duke qenë edhe aktor, edhe mostrimin mund ta bënte shumë më mirë. Në fakt Bart Smaja është që në hershmërinë e tij artist, sepse baba i tij, Hasan Smaja, natyrisht një artist i njohur i estradës, në shumë pozicione në estradë, prestigiator, aktor i humorit, parodist, i binte mandolinës, se i ka radhë kitarës. Pra i gëtuar në atmosferë artistike. Që herët ai ishte instrumentist, muzikant, klarinetist. Në shkollën Bardi e ka fillu me violonçel. Ashtu? Dhe pastaj e ndroi edhe se nuk i pëlqente violonçeli, mori klarinetën edhe e dashuronte. Kur them e dashuronte. Pastaj ai i binte edhe jazzit, e ksilofonit, se ka bërë të tilla, domethënë gjëra të çmendura që i kishte qejf dhe që donte, por kishte edhe Luanin afër. Dhe me Luanin ata kanë bashkëpunuar shumë. Nderim për se kanë qenë shok klase, ata gjithmonë kanë punu bashk, kanë punu edhe në Shkodër, po kanë punu edhe jashtë me disa grupe, kanë qenë kanë punu në Amerikë. Po në Institutin e Lartë të Arteve ka qenë edhe na bashkoi kënga popullore 2, edhe këtu ka qenë edhe Bardi. Me Fatma Zyberin, se ajo ka qenë këngëtare e këtij grupi. Pra rrugtimi i tij si muzikant ka filluar, dhe ai muzikant ishte në shpirt. Edhe muzikën e donte shumë. Nuk mund të shkputej dot nga muzika. Po pastaj ashtu ndodhi atje që ai nuk priti dot edhe një vit se do të shkonte për shkak në shkollë. Megjithëse ju luti Ibrahim Madhi dhe i tha që ti rri edhe një vit, edhe merrte diplomën e klarinetës. Se vet Ibrahim Madhi ka marrë edhe në Kosovë në gjithë ato shëtitjet që kanë bërë në aktivitetet, e ka marrë Bardin si klarinetist. E kjo tregonte për dashurinë që ai kishte për të. Megjithatë, edhe për vlerësimin që i bënte si muzikant. Më pas Bardi erdhi për aktrim, aty u njohëm. Dhe pika e lidhjes ishte gati e rastësishme në një shfaqje me grupe amatore, atëherë si fillim kur Bardi ndoshta nuk e dinte se kishte edhe këtë aftësinë e aktrimit, ishte Eleskadria, regjizori që e spikati, e mori në një shfaqje. Po, ka qenë me uzinën e Telit. Se aty bënte praktikë derisa të shkonte në shkollë, ishte një lloj stazhi, siç thoshim ishte në atë kohë, po. Dhe Elezi vuri një pjesë, ky ka interpretuar me Violeta Zefin, kanë qenë të dy bashk, po. Dhe i tha që ti patjetër të shkosh për aktor, vokalin e Bardit, kushdo që e ka dëgjuar duke folur, ka patur nuk mund të marrë, po, që ishte zëri i tij ishte i veçantë. Dhe ta ti mund bëhesh aktor, erdhi për aktor, edhe u bë aktor, pastaj më vonë kaloi me regjin. Por natyrisht për të folur rreth të gjitha rrugëzave të një artisti mund të jetë e vështirë sepse nuk mund të përmblidhen, por duke u drejtuar skenës së teatrit Migjeni. Janë 50 role të realizuar dhe kjo nuk është pak, apo jo. E fillon me Palin tek Gjaku i Arbrit. Ka mbrojt diplomën me Palin tek Gjaku i Arbrit, por në fakt ai si rol ishte roli i parë i tij që mbrojti diplomën, por nuk i shkonte shumë natyrës Bardit. Te korrupsion në Pallatin e Drejtësisë, ai rol është më i dashur. Disa role, po, dhe korrupsion në Pallatin e Drejtësisë ka pas gjykatësin dhe ka qenë një ndër rolet më të mira që Bardi ka bërë. Edhe pjesa ishte shumë e mirë, por roli ishte i veçantë. I shkonte, ishte, domethënë, u bën një të dy, edhe Bardi dhe roli, dhe vërtet ka qenë një ndër pjesët e mira
që ka vënë teatri Migjeni. Pastaj ka dhe shumë role tjera, se janë gati 50 role, po disa, domethënë, janë kryesor, disa janë më pak, sepse Si asnjëherë punonte me rolin? Bënte në çdo çast të ditës ishte me rolin, e mishëronte edhe në shtëpi, apo ishte një brandësi me rolin realizim, nuk punohet vetëm kështu duke demonstruar. në mënyrë të dukshme, por mund të rish edhe me sy mbyllur, edhe mund të punosh, sepse ti mendon se si do të jetë kjo, si do të jenë marrëdhëniet me këta personazhet e tjerë, çfarë bën ky personazh, nga vjen ky personazh, gjitha këto janë që ti i mendon edhe i ke brenda vetes. Nuk ka nevojë as t'ia thuash dikujt, as ti thuash me zë. Por mjafton ti dish edhe ti zbatosh. Kjo është më e rëndësishmja. Pra, nëse e kaluara e një personazhi është e tillë, domethënë ka pas një jetë jo të mirë apo një jetë shumë të mirë, ti duhet ta sjellësh sepse drama edhe personazhi fillon në një moment të caktuar. Asnjëherë nuk e marrim nga fillimi. Ai njeri nuk na vjen sapo lind. Ai njeri na vjen moshën 50, 60, 20. Ka një të shkuar, 15. një të tashme dhe ka një jetë përpara, ka një jetë aty që ai moment që ne e paraqisim në dramë është gjithmonë shumë i shkurtë. Sepse ka të bëj me atë ngjarje, me atë konflikt që ne paraqesim që është konkrete. Dhe në marrëdhënie me këta personazhe, të cilët kanë edhe këta jetën e tyre. Dhe kjo është bashkimi dhe përplasja e këtyre parimeve, e jetëve, e konflikteve, dhe mënyra se si këta përplasen tregon sa mirë e ke kap rolin apo jo. Pra, cili është ai thelbi i rolit dhe mënyra sa ti je i zoti, ta futesh brenda vetes edhe pastaj t'ja çosh spektatorit. Janë role të shumta, jo vetëm në teatr, por edhe në kinematografi, disa të realizuara, apo jo? Ka edhe disa filma, nuk e di, janë 7-8 më duket. Të tillë ka dhe një 2-3 filma me metrazh të shkurtër. Një jetë e pasur në profesion, në realizime, por ajo që e bën, që i shton një plus, që e rrit dimensionin e Bart Smajës si artist, është regjizura. Pas viteve 90, pikërisht në 96-97. Jo, Bardhi e ka filluar regjizurën më herët. Më herët? Po, me Talent i rrallë ka qenë pjesa e parë, që është vënë, që është ka qenë në 87-ën. Dhe atë e kanë vënë së bashku me Ymer Balën. Kanë qenë bashkë regjizor. Më vonë pastaj është vënë Neni 55 i Mustaf Tukës, që kanë qenë prapë bashkë regjizor me Bruno Shllakun. Dhe kanë punuar të dy bashkë. Ka qenë një shfaqje krejtësisht ndryshe, një shfaqje e cila ndroi paksa edhe tematikën e shfaqjeve të teatrit. Ishte pak më e guximshme, edhe mënyra e vënies në skenë që më e guximshme. Për herë të parë një aktor dolin tek spektatori, edhe prej atje, domethënë, krijoi lidhjen me skenën. Pra, ishte diçka sepse gjithmonë kishte brenda vetes atë regjin edhe donte që merrej me regji. Pse? Sepse muzikën ai e kishte të vetën. Ati vinte dora për pikturë dhe shumë nga skenografit që ai ka bërë janë tijat. Sepse i bënte skicat, edhe ka, po çosh dosjen që kam në shtëpi të Bardhit, edhe ka shumë gjëra që i ka bërë, edhe karakteret. Për shembull, kishte ti një rol edhe ai rrinte e pikturonte, edhe bënte mënyrën se si e shifte, po si e shifte nga brenda atë personazh, edhe jepte edhe me pamje. Pra, kishte shumë element që atë e çonin tek regjia. Dhe tjetra pasaj ishte mënyra e tij e të krijuarit, domethënë ishte kreativitet i guximshëm, i menjëhershëm, edhe donte cilëte të reja gjithmonë. Pra, duke qenë një artist i formuar, që njihte mirë artin, muzikën, skenografin, ndriçimin, aktrimin që është në thelb, ndërtonte plane regjizoriale, hynte në dramaturgjinë e veprës, krijonte raporte të veçanta. Patjetër, sepse nëse nuk krijohet ajo platformë, se masi merret vepra dhe të krijon ty një përshtypje, dhe ti krijon mendimin që këtë vepër do ta vënë në skenë. Kjo është shumë e rëndësishme, është takimi i parë me veprën.
Më pas ti pastaj do ta studiosh atë vepër dhe do të krijosh atë platformë i cilën ti do ta ndërtosh dhe mënyrën se ku do mbrish me këtë vepër dhe çfarë do t'i thuash njerëzve me këtë vepër. Se asnjëherë nuk mund të vësh një vepër edhe të thuash që jo, nuk ka rëndësi se çfarë i them njerëzve unë. Është shumë e rëndësishme mesazhi që ti do të përcjellësh. Po, sepse ndryshe edhe aktorët kur dalin në skenë nuk janë të qartë. E qartësia është gjithmonë ajo që ne kemi vetë brenda vetes tonë, pra jemi bindur ne herë si aktor, që cila është vepra, dhe pse e bëjmë këtë vepër, dhe pse ne do ta nxjerrim në skenë, dhe pastaj kjo do t'i përcillet natyrshëm tek spektatori. Dhe sa më të qartë jemi ne, aq më mirë përcillet vepra. Artisti është përshkrues i mesazheve, ideve, i çdo gjëje që ngulmohet në transmetimin e një vepre. Në fakt janë të shumta pjesët me regji të Bart Smajer. Janë gati 35. Vërtet një punë. Sepse mas viteve 90, Bardi ka punu shumë, ai më 90, domethënë me 96-ën fillon sepse 92, 93, 94 ka punu jashtë më tepër me muzikën. Në këtë periudhë ndodhi edhe ajo çudia më e madhe që Luan Borova dhe Bardi u pushu nga puna të dy. Për arsye se ikën në Amerikë, edhe ky ishte fakti që ata i pushuan nga puna, por ishte nuk e di, e turpshme. E turpshme, një incident i turpshëm. Po, më vonë pasaj, prap Elis Kadria ishte ai që e ktheu, se vurin sken një pjesë të Fadil Krajës, britma një gruaje, dhe rolin kryesor e kishte Bardhi, ishte një ushtar. Me këtë, ai u rikthye edhe një herë në teatr. Me këtë rikthim që e bëri si aktor, ai pastaj vuri edhe talent atë për një lë të Ismet Drishtit, ku përfshiu të gjithë të rinjtë asaj kohe që ishin në gjimnaz, ishte Juldeda, Elona Gruda, se s'më kujtohen edhe gjithë emrat, po ishte një grup i madh të rinj, të cilët ishin pjesë e kësaj komedie, dhe vërtet u bë një çfarë shumë interesante, dhe u ndoq shumë. Ne kemi dhënë, nuk e di, mbi 19-20 shfaqje. Në fakt, ju si bashkëshort keni qenë gjithmonë brenda grupeve më shumë rinore, duke i kultivuar, duke punuar me ta, dhe prandaj gjithmonë keni qenë të rinj dhe mbeteni të rinj. Po jo, se ata kanë brenda vetes energjinë. Edhe jo gjithmonë në teatr ne kemi pas mundësinë për që këto role të rish t'i bëjnë, domethënë se s'kishim edhe krejt të ri, sepse kur bëhet fjalë për një që është 15 vjeç, 16 vjeç, 17 vjeç, nuk mundet me e bëj një 40 vjeç, s'ka se si. Sa do që të jetë se teatri e pranon, teatri edhe me grimin e me tënë, është energjia e brendshme që ata rinia e kanë të natyrshme dhe nuk kanë nevojë që ta injektojnë brenda vetes. Pikërisht kjo kërkesë për të hulumtuar, për të kërkuar, për të gjetur, për të marrë, rritur dhe kultivuar artistët është një ndër karakteristikat e çiftit Smaja. Megjithatë ju përmendet diçka në 96-ën, si ka qenë jeta në oscilacionet artistike të kohës, të skenës, të teatrit, të roleve, të regjizurës me Bart Smajer. Teatri deri në 90-ën ishte i planifikuar nga shteti, ishte i programuar. I programuar, kishte mbështetjen e shtetit. Mas 90-ës teatri psoi krizë gjithkund, jo vetëm në Shkodër, se nuk mund të themi që Shkodra ishte ndryshe e Tirana ishte më mirë. Se kur marr Tiranën, domethënë që është Koka, që është teatri kombëtar, që të gjithë psun krizë. Pse? Nga që u hap dhe u lejua që të marrësh çfarë do lloj pjese dhe të vësh në skenë çfarë të duash. Kjo hapje bëri që u futën kaq tepër pjesë moderne, po moderne që ne spektatori jon nuk arrinte t'i kapte, nuk arrinte t'i kuptonte dhe nuk kishim ne një realitet të tillë. Sepse edhe që t'jesh brenda një pjese, duhet që ai
të pasqyroj realitetin ku ti je, ose të paktën atë pjesë ti ta sjellësh te ky realitet ku jeton. Sepse përndryshe, po jo duhet, sepse përndryshe ti je jashtë. Ke një spektator i cili shef një ngjarje që nuk i përket atij, që nuk ka asnjë lidhje me të. E thot unë përse e shoh. Dhe kjo bëri edhe shkputjen. Megjithatë edhe ekonomia ishte e shkatruar, kishte kaq shumë probleme sa vërtet njerëzit nuk e kishin më mendjen te teatri, se ky është një ushqim shpirtëror, por ata nuk kishin ushqim për trupin. Konkret. Dhe jo më pasaj të vinin edhe të ushqeshin dhe shpirtërisht. Kjo bëri që teatri në atë periudhë të ishte të kishte oscilacione me shumë vështirësi. Pastaj filloi mbas 97-s, 98-s, edhe ato vite ishin prap të rrëmujshme, nuk kishte një qartësi, nuk kishte një rregull, nuk kishte as ligj, se ne po merrem unë me këto anash duke i rënë, po s'kishte edhe ne prap nuk kemi një ligj për artistët, për teatrin, nuk kemi status. Po. Ende. Domethënë që u bën sa vite u bën demokraci sa dush, gati 30 vjet. Edhe ne prap Përkundemi nuk kemi në një shtrat me 3 këmbë për të gjetur ekuilibrin. Nëse ti shkel një artist, ai artist nuk ka si të mbrohet, se nuk ka status. Ska, ai është një njeri që punon aty, po sa ti vësh një firmë, e nxjerr jashtë dhe nuk ka asnjë drejt ta kërkoj. Si kanë ndikuar këto procese në shpirtin artistik të Bardhës Majës? Si në shpirtin e çdo qytetari të mirë, që e do punën e tij, që e do familjen, sepse puna lidhet gjithmonë edhe me familjen. E në rast se familja nuk është në rregull, nëse ti në familje nuk ke atë qetësinë e duhur, nuk e ke as në punë. Nuk mundesh me e pas. Dhe kur puna pasaj e krijon edhe këtë trazir tjetër jashton familjes, njerëzit fillojnë të bëhen nevrik, agresiv, krijohet një gjendje jo e mirë, po kjo gjendje pasaj ka edhe shumë pasoja tjera, cilat vijnë. Në atë periudhë vërtet nuk ndjej mirë. Edhe mundohej çfarë të bëjmë, si të mundohemi që të sjellim diçka më të mirë, diçka më të bukur, që të bëjmë teatr. U lidh me Albert Braushën në atë periudhë dhe e vuri vizitën e fundit. Ajo vizita e fundit na shkoi pak gjatë, në atë periudhë Bardhi ishte drejtor këtu në Radio Shkodra dhe ne punonim në radio. Te teatri ishte si rrëmuj, hynin delnin pa s'kishte kushte, domethënë ishte më mirë. Dhe ajo shfaqje vërtet ishte shumë e guximshme. Tregonte kohën. Prap ishte para kohe. Prap ishte para kohe sepse njerëzit kishin dalë nga një sistem totalitar dhe u hyn në një sistem demokratik dhe nuk arrinin të bënin ndarjen shpirtërore dhe personazhet i merrnin të njëjtë, të njësuar me veten dhe kjo bënte atë gabimin e tyre që të mos i pranonin si personazhe. Po si shfaqe, ne në shumë festivale janë fitu çmime dhe është vlerësu tepër. Sidomos në Kosovë, në Preshev, në Malzi, sepse ata kanë teatr, domethënë ishin mësuar me teatrin i cili flet me gjuhën e metaforës. Ishin mësuar me këtë lloj teatri i cili flet nga një pozitë për një pozit tjetër, pra nga totalitarizmi, se s'po m'vjen as fjala, për demokracinë dhe njerëzit ishin të përgatitur. Te ne kjo nuk ndodhi. Akoma nuk ishte. Dhe nuk ndodhi, edhe nuk ndodhi as me artistë të mëdhenj, të cilët e pan, por ama ishin brenda botës tjetër. E kuptoj. Pra, kishim një ndarje të kohëve, po jo ndarje të brenda njerëzve të shpirtit. Ishte shfaqja e parë e guximshme, ishte shfaqja e parë që ai goditi, e më pas ne vijuam pap me shfaqje tjera që ka qenë Ishulli i Shitenit, shumë interesante, një shfaqje vërtet që doja të ishte sërish sot, sepse sot flet shumë më tepër për aktualitetin. Më të mirë. Pastaj ne patëm me një bashkëpunim me italianët
Dhe ishte një bashkëpunim shumë interesant, se Bardhi bashkëpunoi atëherë dhe vuri një pjesë dhe ishte Leulti me Lune. Aty 3 personazhe ishim, Eles Kadria, unë dhe Arben Spahia. Ishte një shfaqje shumë e mirë. Skenografi ishte italian, domethënë ishte një bashkëpunim i bukur me ta. Më pastaj vuri shumë komedi, drama. Ishte një periudhë e suksesshme, e bollshme, kishte pra punë, ndjehej mirë. Kjo ishte shumë e rëndësishme që ai ndjehej shumë mirë me punën, ndjehej shumë mirë me njerëzit, ndjehej mirë me veten, sepse e donte punën dhe dihet. Në qoftë se je pa punë, dihet që brenda teje do të ndodhi gjithë çdo gjë e keqe, do të kesh zgënjime, do të kesh depresione, do të jesh i varur nga puna e ushqen pasionin. Kurse puna të jep një kënaqësinë që ti të kesh pse të çohesh në mëngjes. Erdhi një moment në një kulm ndarës. Kandili i argjant i Martin Camajt. Punonte, po nuk e dinte se këtu ishte një kufi. Jo, ka fillu shumë herët se sa kur filloi puna konkretisht. Ishte korrik kur më tha se gjithmonë pjesët i lexoja unë, se nuk ishte shënduri. Mbështetësja kryesore. Nëse të pëlqen, më trego pastaj që ja vlen me e lexu. Edhe më tha, ma gjeta një pjesë shqip, po që të mos jetë vënë asnjëherë në skenë. Lexova, u mundova. Më ndërmend Martin Camaj, edhe meqense ishte edhe viti i Martin Camajt. Po 2 drama janë. Lojnat e pas drekës edhe Kandili i argjend. I lexova të dyja. Kjo më duk më interesante, po ishte shumë e shtrime, kishte shumë çështje, kishte shumë konflikte, shumë personazhe. E lexoj kur erdhi tha, jo, nuk më bë koka rrëmuj, thë, nuk më pëlqen. Tash lexoj edhe një herë dhe mendo ku mund të nisesh? Cilën linjë do të marrësh? E merrte tekstin me veti, delte në mëngjes, e lexonte. Erdhi mas që i lexoj disa herë, u binda, tha, do ta vë. Veç se do të bëj shkurtime. Shumë mirë, thash, ajo është puna jote, bëj shkurtime dhe çoje atje ku do ti. Filloi mendoj, bëri edhe skenografinë, du të bëjta një gjëta që nuk rrin, nuk është e ngulur. Diçka lëvizshme. Po, ja. Gjitha karriket, tavolina, çdo që të jetë pianoja, tha, janë gjitha të lëvizshme që bin tokë çohen. Sepse kështu e mendoj, thot unë, Martin Camajn. Pra si ata njerëzit që edhe po i rëzove, ata çohen prapë. I kishte këtë ide. E mori më shumë qejf, gjeti muzikën, gjeti fjalën e Martin Camajt për me fillu, që thoshte ju që ju kthyt përsëri veprës time, ju falenderoj etj që du me hap çfaqen ta me këtë. Stefan Çapaliku ishte ai që u lidh. Çfarë imazhi? Po, u lidh me shoqatën Martin Camaj në Gjermani, me të shoqen, edhe po. Dhe ata shumë të kënaqur që po bëhet, domethënë brenda vitit Martin Camajt po bëhet diçka që është ndryshe, e po merret teatri me këtë. Edhe filloi punën. Pikërisht në këtë periudhë që ai po punonte me Kanilin, i thonë që u bë dhe drejtori i teatrit. Edhe ishte 7 tetor, ka qenë data kur është emëru, e me 7 nëntor ai s'ishte më. Pra nuk i takoi asnjë muj. Po kur erdhi në shtëpi u habita, sepse ai nuk donte kurrë që kishte kështu post drejtuese, kishte punën e vet edhe nuk i them, po ti sa mirë pranove. Pranova, tha, vetëm tha për teatrin. Që me mujtë ta me bë diçka. Po shumë mirë, thash, me qënë se e ke marrë për sipër, më vjen mirë. Megjithatë, ta jam shumë i lodhun edhe më duket as është puna ime e fundit. Parandjej. E kishte qysh në korrik, që është puna ime e fundit, prandaj du ta bëj. Me një njerëz, me një vepër që vihet për herë të parë, që të jetë e vetmja kjo, edhe i vetmi unë, që po e vetë për herë të parë, se pastaj mrapa mund ta vendat shumë tjerë. Shkoj puna deri në provë të përgjithshme.
atë ditë është tërë në spital. Unë qova vetëm thjesht për me bë një kontroll. Serum, një serum se kishte pak shqetësime. Aty pastaj unë ngatërru diagnoza, nuk u gjet diagnoza. Kur u gjet ishte shumë vonë, nejse. S'po hym te kjo pjesë. Nuk e pa as provën e përgjithshme, vetëm me dha kështu, a ditë që u nisa për atje, do të bësh edhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë, mos harroni këtë. E kur është bë pasaj çfaqja, e kena filmu një pjesë, se u mundum për me marrë, po s'ishte i Zoti për me ndajnë karrike. Edhe ja çum kështu, të filmume me telefona. Kjo ishte. Ciao. Kjo ishte mjeshtri i madh. Kjo ishte mjeshtri i madh në një rrugtim që gjithsesi brenda një bisede nuk mund të përfshihet, por që të fut në mendime edhe të frymëzon me aktivitetin, me të gjithë atë çfarë ai la, të gjithë artin e tij. Mendoni se Bart Smaja është shprehur plotësisht apo kishte diçka tjetër përsëri? Kishte ndërmend shumë gjëra. Donte një pjesë të shkelzentuzit që e kishte me shumë qef. Edhe ai ka ikur nga kjo jetë. Edhe atë e merrte, e lexonte, vinte prapë atje. Kishte qef me Sarën, po e vuri Sara, pastaj ja realizoi dëshirën. Vaza, Sara Smaja. Dashuritë e George Washingtonit. Merrte atë, thoshte po do ta bëj me Sarën edhe me Kristian, me ato të dyja që e bën. E Sara pastaj bëri edhe regjin, vuri edhe pjesën, edhe kanë shkuar në disa festivale vërtet me shumë sukses, një pjesë e realizuar bukur edhe si regji, po edhe si interpretim. Edhe gjithmonë thoshte, se ishte vajza e babës. Që do ta realizoj dëshirën edhe do ta çoj deri në fund. Kjo është vlera e njerëzve që siç thamë edhe në fillim, matet me atë çfarë jep dhe me atë mirënjohje që ka në shtrirë madhe tek njerëzit. Vërtet Bart Smaja iku i ri nga kjo jetë, por la shumë çka pas, një aktivitet jashtëzakonshëm, familjen e mrekullueshme, mirënjohjen shumë të madhe, duartrokitjet, dhe tash së fundi i është bashkuar si një kuror mjeshtër i madh. Besoj se është diçka e bukur. E bukur është, nuk them se jo, sepse vlerësim është për punën e tij, vlerësim për gjithçka, për atë që ai bëri, që do të bënte, po të vazhdonte. Mendoj që e meritonte, se ai ishte mjeshtër, edhe pa e marrë mjeshtër i madh. Ishte mjeshtër në gjithçka që bënte. Ishte mjeshtër edhe i marrëdhënieve njerëzore, edhe i komunikimit të tij, sepse ne kemi patur këtu në radio, e natyrisht këtë shpirt të madh të artistit e ka shpërndarë në të gjitha ditët e jetës së tij me atë pozicion të jashtëzakonshëm, me atë mesazh shumë të bukur që jep arti i tij, që jep emri i tij, Bart Smaja, mjeshtër i madh. Merita, të falenderoj shumë që ishi sot në këtë mëngjes. Unë besoj se flas edhe në emër të atyre që na ndoqën, atyre që na kanë shkruar në faqen tonë në Facebook Live Radio Shkodra, por në emër edhe të dëgjuesve kudo që të ndodhen. Ishte vërtet një bisedë jo vetëm interesante, por edhe frymëzuese. Dhe ky më duket se është roli i madh i artistit, që frymëzon edhe kur nuk është fizikisht. Edhe unë ju falenderoj shumë, falenderoj dhe gjithë ata që na ndoqën. Falenderoj gjithë spektatorët e Shkodrës, cilët e kanë duartrokitur dhe i kanë dhënë kënaqësinë për të punuar, e natyrshëm gjithë ata që e deshin. Qofshit të nderuar. Faleminderit që ishi sot, ishte një kënaqësi për mua. Se më emocionum pak.